Një shuplak të qeverisë mbi shqiptarët si dhuratë në 100 vjetorin e pavarësisë. Kështu e ka lexuar kreu i Partisë Socialiste Edi Rama raportin e Transparency International për perceptimin e korrupsionit që e rendiste Shqipërinë të fundit në rajon. Për Ramën kjo është një ditë e hidhur për vendin tonë, që qeveria e turpëroi botërisht duke e kthyer në simbol të korrupsionit. Sot Shqipëria dhe shqiptarët kanë marrë për shkak të qeverisjes më të korruptuar të historisë tyre një shuplak shumë të rëndë në sytë e mbar botës. Qeveria në ka turpëruar botërisht. Në 100 vjet shtet, sot shqiptarët kanë zyrtarisht qeverinë e tyre më të korruptuar dhe zyrtarisht Shqipëria e 100 vjetorit ka rënë në zonën më të errët të batakut të korrupsionit botëror. Sipas kreut të Partisë Socialiste, shqiptarët tashmë e kanë një përgjigje se përse u mor vendimi për të rritur borxhin publik. Borxhi i cili ka kaluar çdo cak përkthehet në korrupsion. Dhe heqja e kufirit ligjor të borxhit, e cila bie ndesh me interesin kombëtar, kërcënon sigurinë kombëtare, bie ndesh me interesin e çdo shqiptari, është në fakt heqja e kufirit fundor të vetë korrupsionit. Kreu i Partisë Socialiste Edi Rama premtoi se 2013 do të jetë viti i ndryshimit, duke u angazhuar se ai dhe Partia Socialiste do ta shndërrojnë vitin e ardhshëm në vitin e rilindjes për Shqipërinë.